Klerikët orthodoks kanë luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë. Ata kontribuan ndjeshëm në bashkësinë ortodokse dhe mbar shoqërinë shqiptare, duke barituar dhe përmbushur nevojat shpirtërore dhe sociale. Ata janë kontribues për pavarësinë e Shqipërisë dhe për autoqefalinë e kishës ortodokse në vend. Me ardhjen e komunistëve në pushtet, në Shqipëri, kleri, në rastin tonë ai ortodoks, pati ndikim të madh në mbar bashkësinë shoqërore. Përvoja e klerikëve dhe popullit, shërbimi shpirtëror i tyre, në enorit e krishtera ortodokse dhe mbajtja e ngarkesës së problemeve të gjithë bashkësisë shoqërore, i tregoi ata, klerikët të pranuar nga populli dhe mbartës të vlerave qytetare. Ndërta, në shekullin e 20, u dalluan mjaft klerik që kontribuan dhe rezistuan për të mirën e përbashkët të popullit ndaj çështjeve dhe problemeve kishtare dhe shoqërore, të cilat e shoqëruan vendin, si pushtimi italian, lëvizja unite, lufta e dytë botërore dhe ushquan në qëndrimin kundër komunizmit si lëvizje dhe kundër pushtetit komunist në vend. Gjithashtu, një pjesë e konsiderueshme e klerit ka në shërbyer si mësues të gjuhës greke dhe shqipe dhe patën një ndikim shumë të madh në popull. Ndaj mjaft klerikëve ortodoks, intelektual ose jo, që kishin ndikim në popull, pasi nuk bashkëpunuan me komunistët dhe shpërfaqën disidencë të hapur ose të fshehur, ndjekësit e ideologjisë komuniste që gjatë viteve të luftës së dytë botërore dhe pas saj i cilësuan armiqtë të popullit. Kjo do të thoshte shënjestrim dhe përndjekje e këtyre klerikëve nga organet e pushtetit të ri, me ngritjen e akuzave të re me ndaj tyre, me qëllim likuidimin me çdo kusht nga njerëzit e pushtetit nëpërmjet dënimeve të pamerituara me gjyq ose jo, që nga kërcënimet, arrestimet, torturimet, burgosit dhe deri te dënimet kapitale. Në këtë dokumentar sillim të dhëna mbi jetën dhe përndjekjen e 91 klerikëve ortodoks, të cilat janë fryt i bashkëpunimit me autoritetin për informim të dosjeve të ish sigurimit të shtetit, që ka vënë në dispozicion dokumentacionin përkatës. Gjithashtu, janë konsultuar bibliografia përkatëse dhe intervistat e familjarëve të klerikëve të përndjekur. Kleri i përndjekur i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë nga regjimi komunist shqiptar ndahet në 4 kategori: të pushkatuar, të burgosur, të internuar dhe të izoluar gjatë gjithë periudhës komuniste para dhe pas vitit 1967. Institucioni i ri i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë dhe antarët ortodoks të bashkësisë së saj, nga pasojat e luftës së dytë botërore, u gjendën në një gjendje të vështirë ekonomike. Shumë mjete të plotësimit të nevojave shpirtërore të bashkësisë ortodokse nuk vijuan ekzistencën e tyre, si seminari ortodoks, botimet dhe të ardhurat e kishave dhe manastireve. Nga shkolla u hoq mësimi i fesë. Në vitet e para, shteti komunist shqiptar, për të konsoliduar pushtetin, goditi institucionet fetare dhe veçanërisht bashkësinë shoqërore ortodokse, pasi ata ishin rrezik potencial për tronditjen e pushtetit komunist. Për regjimin, besimi fetar ortodoks përbënte instrumentin politik të bashkësisë ortodokse që mund të sfidonte pushtetin e regjimit, prandaj u luftua deri në likuidimin e tij të rësor. Marrëdhënia ndërmjet shtetit dhe kishës ortodokse pati si synim varësinë e kishës ndaj shtetit. Regjimi për të konsoliduar pushtetin përdori të gjitha mjetet dhe arsenalet e tij për të goditur çdo klerik apo besimtar, i cili ishte mos bashkëpunues
ose përbënte një kërcënim në rrëzimin e pushtetit komunist. Përmes së vënies në zbatim të reformave agrare dhe arsimore dhe sjelljes agresive me forma të ligjshme dhe të kundraligjshme të regjimit ndaj kishës, u arrit konsensusi i përshtatjes së kësaj të fundit në kushtet e mbijetesës që ofronte pushteti i ri. Ligji i ri që rregullonte marrëdhënien e komuniteteve fetare dhe shtetit shqiptar, edhe pse siguronte në parim ushtrimin e lirisë së besimit, shërbente si një mekanizëm i epërsisë ligjore të regjimit ndaj jetës fetare dhe shoqërore të bashkësive fetare. Gjatë viteve të para të regjimit, reagimet e mjaft antarëve klerik dhe laik të bashkësisë ortodokse, duke mos rënë dakord me këto ndryshime thelbësore, u konsideruan si armiq të popullit dhe si agitator të propagandave të huaja dhe ju dhanë dënime të rënda dhe kapitale me akuzat të cilat mbetën pa u vërtetuar ndonjëherë. Mjeti që ushtrohej ndaj tyre dhe familjarëve të tyre në këtë periudhë ishte tortura dhe dhuna psikologjike. Në këto kushte, pjesa e përvuajtur dhe e persekutuar e antarëve të klerit të lartë apo të ulët dhe njëkohësisht e theologëve dhe besimtarëve intelektual ose jo, gjatë gjithë viteve të regjimit, do të ruante qëndrimet dhe bindjet e saj fetare, jo me dëshirën për të qenë disident politik ndaj regjimit diktatorial, por për të mos mohuar besimin dhe shkelur etikën e tyre kristiane, të praktikuar në ruajtjen e traditës ortodokse gjatë gjithë jetës së tyre. Sjellja e regjimit komunist ndaj klerikëve në Shqipëri nxori në pa dëshmimtar dhe martir, të cilët duke ju qëndruar besnik parimeve kristiane, besimit dhe në disa raste bindjeve të tyre politike, shfaqën një rezistencë që u shtyp barbarisht prej regjimit. Gjatë viteve të luftës, partizanët pushkatuan priftërinë të ortodoks. Atë Dimitër Leka në kudhës të Himarës u mor nga kisha e fshatit në prill të 1944, ditën e Pashkës së Madhe, dhe u ekzekutua disa orë më vonë nga partizanët e brigadës së 6, pasi i improvizuan një gjyq partizan me akuzat të sajuara. Kjo ngjarje tragjike la shumë gjurmë të pashlyera në Bashkësinë Ortodokse të fshatit dhe gjithë zonës. Gjithashtu, forcat partizane vranë atë Leonida Qiricin nga Selska e Pogonit në dimër të 43-shit. Në të njëjtin vit u ekzekutua edhe Papa Pandeli Sallata nga Lushnja. Në vitin 1944, në janar, janë ekzekutuar atë Apostoli Lia nga Benja e Përmetit, gjatë verës së 44-s, atë Alex Valvi në Sopik të Sarandës, në mesin e 44-s, atë Kiriako Papa Kiriako nga Leshnica e Sarandës, atë Jani Aristoteli nga Dhoksati i Lunxhëris dhe për Krishtlindje të 44-s, atë Haralamp Liti. Pushteti komunist pushkatoi në vitet e para të regjimit klerikët. Atë Alex Lipe nga fshati Kaludh i Përmetit u arrestua nga regjimi për shkak se nuk u tregua bashkëpunues me komunistët, pasi kishte një ndikim shumë të madh në popull. Kundërshtoi edhe veten verin në fillimet e majit të vitit 1944 dhe, siç ai kishte kërkuar personalisht, nuk mori pjesë në kongresin e 24 majit në Përmet. Për te i vuajtjeve dhe torturave, përmendim se të burgosurit me të dilnin të lidhur së bashku me zinxhir dhe shkonin nga burgu i Kalas Gjirokastër deri në gjykat në qafën e Pazarit. Në kthim pas akuzave të çdo seance, njerëz të vendosur nga regjimi kishin mbushur kova me ujëra të pista dhe kur i nxirrnin të burgosurit bërtisnin duke thënë: "Poshtë armiqtë e popullit, tradhëtarët në litar", dhe u hidhnin kovat me ujë në kokë. Për këtë gjest të ulët, në një prej seancave, atë Aleksi u drejtohet gjyqtarëve dhe u thot: "Zotrinj, kot lodheni me ne, dhe kështu do të lodheni gjithë jetën tuaj. Po ç'kujtoni ju
se keni përpara njerëz si veten tuaj të pa shpirt, pa edukat, duke na hedhur këllira mbi trupin ton? Po ta dini mirë se mali që ka dëbor nuk fëlliqet me këllir. Dënohet me vdekje dhe ekzekutohet gjatë natës së 4 korrikut 1946. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Atë Gjergj Suli, nga Lekli i Tepelenës, burgosur dhe ekzekutuar në janar të 47-s. Papa Nikola Kalojani nga fshati Fanar, u burgos në Kalat të Gjirokastrës. Pasi kreu dënimin, 8 deri në 10 ditë pas ditës së lirimit, u gjenti varur në një pemë të oborit të shtëpisë më 25 mars të vitit 1949. Papa Konstantin Bozdo nga Koshovica u arrestuan në muajin qershor të vitit 1963, i akuzuar nga regjimi si tradhtar ndaj atdheut. Pas 16 muajsh torturash shnjërëzore, u ekzekutuan në Tiranë në një vend të panjohur deri më sot, më 30 shtator 1964. Papa Jani Kutulla nga Himara u ekzekutua gjatë hetimeve në prill 1968. Papa Kristo Papa nga Sopiku ishte antikomunist. Prandaj dhe u arrestua dhe kreu 6 vite burg nën tortura njerëzore, nga të cilat përfundoi i vrarë me akuzën armiku i popullit në burgun e Burelit në vitin 1951. Trupi nuk ju gjend. Klerik të vdekur në burgjet komuniste. At Petro Drachova nga Rëza e Përmetit u burgos në vitin 1946 dhe vdiq disa vite më vonë në burg. Papa Theodor Gulo nga Sotira u arrestua në fshatin Koshovic në 28 shtator 1947. Pas 10 muajsh torturash çnjerëzore në burgun e Gjirokastrës, e detyruan që të firmoste akuzat e ngritura pa bazë. Dënohet me 18 vite burg dhe vite punë të detyruar, konfiskim të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme dhe për 5 vjet humbi të drejtën për të votuar nga gjykata e Gjirokastrës. Pas pak kohe, e quan në burgun politik të Burelit, ku nga torturat e shumta u sëmur rënd dhe vdiq në burg në 11 korrik të vitit 1951. Familjarët kërkuan eshtrat e tij, por përgjigja ishte negative. At Sotir Konomi nga Mursia, at Stavro Rexho nga Dhivri, 2 herë i dënuar, vdiq në burg i helmuar në vitin 1966. At Jorgji Sula, at Anastas Thanasi, at Alex Ikonomi, at Mina Ikonomi nga Zhepa e Përmetit, vdiq i burgosur në Kalan e Gjirokastrës. At Evangel Boçi nga Çarshova e Përmetit, vdiq në hetime nga presioni psikologjik dhe dhuna fizike në dhjetor të vitit 1967. Kristofor Kisi ishte indiferent ndaj veprimtarisë politike të regjimit komunist. E larguan nga pozicioni i kryepiskopit me puç në vitin 1949 dhe qëndroi kështu i izoluar në kishën e Shën Prokopit derisa vdiq në rrethana të dyshimta në vitin 1958, ndoshta si martir i kishës. Njëkohësisht, klerikët të burgosur janë kryeprifti Visarion Gjuvani, kreu 15 vite në burgun famëkeq të Burelit, dhe më pas qëndroi izoluar për 2 vjet në manastirin e Shën Joan Vladimirit, derisa ndroi jetën në vitin 1965. Episkopi Rine Banushi, akuzave të regjimit si i pandehur u përgjigjej: "Nuk jam marrë asnjëherë me politikë, por se gjithmonë kam shikuar detyrën time fetare." Burgoset dhe izolohet disa herë për mosbindje ndaj pushtetit komunist dhe se nuk kishte pranuar me të drejtë të luante kartat e lojës politike komuniste në kurisë të fesë të besimit ortodoks. Papa Jani Dashi nga Çuka e Sarandës kreu dënimin me burg prej 11 vitesh. Më pas vdiq në internim. Për gjatë viteve të burgut i bënë torturat më të rënda. E nxirnin dhe e linin gjithë natën jashtë në të ftohtë të akull, vetëm e të brendshme. Gjithashtu janë burgosur at Jorgji Papa, at Kozma Billa, at Ilia Stefani, at Anastas Rasa, at Spiro Dhima, at Jovani Dilo, at Andon Shtupi,
atë Simon Prokopi, atë Gjorgji Kosta, atë Theodor Zisi, atë Kristo Gjavella, atë Spiro Kola, atë Kristo Gjika, atë Jani Dado, atë Theodori Michiniko, atë Koço Papathanasi, atë Miho Papa, atë Leonida Dine, atë Vangjel Boçi, atë Theodor Lako në Vlorë, atë Dimitër Jatru u burgos dhe më pas u internua. Papa Gjorgji Taçi nga Leshnica e Sipërme dënohet me burgim të përjetshëm dhe pasi bën 12 vite burg, vijon si prift në vitin 1959, derisa përjeton edhe mbylljen e kishave dhe ndalimin e praktikave fetare. Atë Panajot Papa nga fshati Pllak i Vurgut u burgos dhe në vijim së bashku me familjen u internua. Atë Pandelejmon Ikonomu nga Cerkovica, atë Theodos Papa nga Cerkovica, u arrestua në vitin 1968 dhe vuajti 15 vjet në burgje. Atë Jani Nako Nini nga Kosina, u arrestua në vitin 1952 dhe u dënua me afate të gjata burgimi. Atë Simeon Tutunxhi nga Bilishti i Devollit bëri 15 vite burg, internim dhe punë të detyruar. Atë Vasil Gjoro arrestohet dhe internohet. Në vitin 1948 u burgos prifti Vasil Sini nga Pepeli. U dënua me 6 vite burg, të cilat i kreu ditë më ditë. Atë Aleksandr Pine ka qenë në burgun Kala në Gjirokastër. Atë Mina Dhame u lind në Hotov të Përmetit, baba i një vajze partizane dëshmore. Pas burgimit, punoi përsëri si prift pa rrogë në Përmet deri në vitin 1966. Atë Thoma Vërleni nga Bilishti u diskreditua dhe u burgos. Atë Ilia Zoto nga Ziçishti i Devollit bëri 2 vjet burg. Papa Andrea Mihali nga Besmishti i Prespës dënohet me 15 vite burg dhe kryen 7 vite. Atë Gjorgji Bezhani pas lufte arrestohet dhe lirohet pasi kryen 2 vjet punë të detyruar në tharjen e Kënetës së Maliqit. Dënimin e kreu në kampin e Vloçishtit, rrihet dhe torturohet në mënyrë çnjerëzore në këtë kamp. Klerikët të tjerë të internuar apo të dënuar në mungesë janë: Atë Grigor Zografi nga Gostivisht i Ersekës vdiq në internim. Pas vitit 1967 është internuar për 6 muaj atë Kosta Kotnani nga Polena e Korçës. Papa Andrea Ioannidhi nga Aliko i Sarandës u dënua me varje në mungesë. Jeton në Janin deri në vitin 1966, kur ndëroi jetë i hidhëruar dhe i ndarë nga gruaja dhe fëmijët, të cilët nuk i njohu dhe që vuajtën shumë. Atë Thanasi Papa nga Grava i dënuar në mungesë. Djemtë e tij Jorgo dhe Vasili, të dënuar pasi Papa Thanasi me 2 fëmijët e tjerë nga 7 fëmijët të tij aratiset në Greqi në vitin 1956, gjë që u bë shkak që të persekutohet pjesa tjetër e familjes. Burgosen për shumë vjet sa njëri prej tyre kur doli nga burgu, vajzën e tij e gjeti grua. Të dy vdiqën para kohe. Gjithashtu, shumë klerik ortodoks ishin në survejim që në vitet e para të instalimit të regjimit komunist. Atë Andrea Karkadeles nga Katundi Çaush i Gjirokastrës, Papa Stavro Qerjazati nga Lazati i Sarandës, atë Lambi Thimi nga rrethi i Korçës, atë Pavlo Gjorgji nga rrethi i Sarandës, Papa Mihal Barka, atë Vasil Eksarko, atë Foti Zisi, atë Mihal Gjika, Papa Sotir Konimidi, atë Themistokli Diamandi nga Sofratika, atë Jani Konomi nga Koshovica. Pas vitit 1967, vijoi goditja e klerit dhe antarëve ortodoks, të cilët jo vetëm që kishin rritur pa kënaqësinë ndaj ushtrimit të pushtetit të regjimit, por edhe për shkak të intensifikimit të luftës së klasave, u konsideruan mbartës të zakoneve prapanike të kota dhe fetare. Deri në këtë periudhë, regjimi komunist në vend ushtroi një luftë të pashoq ndaj feve dhe klerikëve të tyre. Për këtë luftë nuk mbeti më asnjë mjet çnjerëzor pa u përdorur.
Përndjekje, tallje, tortura, ekzekutime, internime ndaj priftërinjve dhe ndaj laikëve të përkushtuar, mbyllje, shkatërrime, pushime terrorësore të funksionit fetar, shfrytëzime dhe përdorime të kishave dhe të manastireve për qëllime përfitimi të shtetit, ku sigurisht këto të fundit nuk kishin asnjë qëllim shpirtëror dhe fetar. Nga njëra anë, klerikët gëzonin nderim dhe kishin ndikim të veçantë në Bashkësinë Orthodokse dhe në mbar popullin. Nga ana tjetër, regjimi i dënonte klerikët si armiq të popullit, si filo grek dhe bashkëpunëtor të italianëve për agitacion dhe propagandë. Persekutimi dhe viktimizimi i tyre vijoi me të njëjtat mjete të dhunshme të regjimit, si tortura fizike dhe psikologjike. Gjithashtu, në vitin 1967, Gazeta e Murit dhe Fletrofet u përdorën në masë për qëllimin e goditjes ndaj besimit, praktikave fetare dhe besimtarve klerik dhe laik të Bashkësisë Orthodokse, aq sa u bë mjet i shpikur i luftës kundër fesë. Dekreti shtetëror i nëntorit të vitit 1967 dhe kushtetuta e vitit 1976 e shpallën Shqipërinë vendin e parë ateist në botë, duke ligjëruar kështu krimet e regjimit kundër lirisë së besimit dhe për ligjën nxitjen dhe mbështetjen e lëvizjes kundër besimeve dhe ndalimit të praktikave të tyre në popull. Pasojat që këto mjete të propagandës lanë në popull janë të konsiderueshme. Shumë antar klerik dhe laik u diskredituan në publik për shkak të ushtrimit të praktikave fetare të tyre, u burgosën dhe vuajtën ata dhe familjarët e tyre. Megjithatë, pas së gjithë sa ndodhen, Bashkësia Orthodokse, me likuidimin e institucionit të saj fetar, vijoi praktikimin e besimit orthodoks në fshehtësi dhe në kushtet e ndalimit me ligj të praktikave fetare. Mbledhja në fshehtësi e besimtarve dhe e klerikëve të përndjekur ishte dëshmia e një kishe të nëndheshme, antarët e së cilës vijuan praktikat fetare dhe nuk reshtën së vepruari dhe besuari me shpresën se do të vinte një ditë kur kishat do të hapeshin dhe do të funksiononin përsëri. Me këtë shpresë jetuan klerikët, të cilët me goditjen e shkatërimit të kishave dhe ndalimit të besimit u ngujuan në shtëpitë e tyre dhe nuk dolën më në publik, por vazhduan lutjet dhe praktikat e tyre për veten dhe për të gjithë besimtarët që i vizitonin. Përveç klerikëve orthodokse të cilët u burgosën dhe u internuan, pati dhe një kategori tjetër klerikësh, të cilët me ndalimin e besimit dhe praktikave të tij u vetë izoluan në shtëpitë e tyre. Kjo ndodhi me ata klerikë orthodokse, të cilët nuk pranuan të ruanin mjekrën, të hiqnin veshjen klerikale dhe të vishnin rroba civile. Ata preferuan të qëndronin deri në vdekje si klerikë të izoluar, pasi heqjen e rasos, ata e konsideruan si mohim të besimit të tyre. Një pjesë prej tyre, duke qëndruar në shtëpi, prisnin vizitat e njerëzve të besuar të Bashkësisë Orthodokse dhe ofronin në fshehtësi shërbimet kishtare ndaj tyre dhe njëkohësisht kryenin praktika e lutje personale dhe në grup. Ndër klerikët e vetë izoluar përmendim atë shpirtëror Saqellar Milto Ilia nga Berati, ishte një kuadro i studiuar që shërbeu me përkushtim për më se 5 dekada. Vitin 1967 dhe zhveshjen e tij si klerik nuk e priti mirë dhe u mbyll në shtëpi derisa vdiqi pikulluar një vit më vonë në moshën 73 vjeçare nga një sëmundje vdekjeprurse. Ikonom Anastas Dimitër Papa shërbeu si klerik në fshatin Malshov të Beratit dhe në qytetin e Kavajës. Në 1967 fillimisht nuk pranoi të dorëzoj veshjen dhe librat e shenjtë. U mbylli shetësuar në shtëpi dhe nuk doli më prej saj. Shumë besimtar e vizitonin dhe i kërkuan t'i pagëzonte kur orëzonte dhe t'u shërbente me lutje të tjera të traditës orthodokse, ashtu siç edhe ndodhi. Të njëjtën veprimtari e kreu edhe në vitet e fundit të jetës së tij në qytetin e Elbasanit, ku jetoi derisa ndroi jetë. Atë Konstantin Luka Kola nga Kamçishti i Lushnjës, në vitin 1967 nuk e ruajti mjekrën priftërore, por u mbyll në shtëpi dhe në komunikim me besimtarët kreu shërbesa fetare në ilegalitet derisa vdiq. Ikonom At Alex Sema
lindur në katundin Zhuke të rrethit të Vlorës, shërbeu si famullitar në 3 fshatrat e Myzeqesë së Vlorës. Duke i qëndruar besnik devotshmërisë së tij si klerik, për 37 vjet shërbimi, i bëri ballë paralajmërimeve dhe presioneve të organeve të pushtetit, duke u mbyllur pas vitit 1967 në shtëpi, sepse heqjen e imponuar të mjekrës e konsideronte tradhti ndaj Zotit Krisht. Ndroi jetë më 12 janar të vitit 1976. Papa Kosta Papathanasi ishte një nga disa priftrinj të vitit 1967, i cili zgjodhi të mos hiqte veshjen priftërore, rason, dhe të qëndronte i izoluar në shtëpi në qytetin e Sarandës. Këtë parim të qenit klerik, ai e ruajti për veten e vet, njëkohësisht duke mos dashur të imponoj bindjet dhe pasojat e zgjedhjeve të veta ndaj fëmijëve të tij, të cilët ishin në karrierë në ato vite, siç i drejtohej vajzës së vet dhe i thoshte: "Bija ime, ti vazhdo rrugën dhe zgjedhjet e jetës sate, pa u ndikuar nga zgjedhjet e jetës sime." Kishte edhe klerik të tjerë, të cilët u vet izoluan në shtëpitë e tyre, pasi nuk u pajtuan me ndalimin e besimit dhe nuk e shihnin të përshtatshme të dilnin si persona civil në publik. Disa prej tyre janë: ikonom At Theodor Toni, apo At Todi, u izolua për afro 2 vjet e gjysmë, 1949-1951, në manastirin e Ardenicës nga pushteti asaj kohe. Në vitin 1967 u izolua në shtëpinë e tij. At Todi, apo At Theodori, i kaloi vitet duke lexuar ato libra të pakt fetar që kishte në shtëpi, duke lotuar mbi to. Në vitin 1977 u verbua. Fjeti më Zotin me shpresë dhe besim. Peshkop Daniil Çuli, pasi e detyruan të heqë veshjen priftërore, u izolua në shtëpi deri sa ndroi jetë. Papa Jorgji Zaro nga Bularati, donin të gjenin shkas për ta kapur në faj. I kërkuan të mohonte Perëndin. Në një rast, i vizuan shenjën e kryqit në tokë dhe i thanë që ta shkelte. Në rastin që nuk do ta kryente, do ta burgosnin. Në moment, prifti bëri sikur humbi ekuilibrin, rambi kryqin dhe me duar të hapura e përqafoi dhe ju fal. At Kosta Dimitër Haxhi nga Çarçova e Përmetit u bë një dëshmimtar i devotshëm i besimit orthodoks. Vala antifetare e vitit 1967 nuk i shohi shpresën e rihapjes përsëri të kishave dhe lirisë së besimit, duke mbajtur e ruajtur shumë objekte kishtare, të cilat u ala amanet fëmijëve t'i dorëzonin ato tek kisha e fshatit dhe kur të varosej, tek trupi i tij në arkivol të vinin kryqin e madh që kishin fshehur në shtëpi. U survejua për aktivitet të fshehtë fetar derisa për pak rrezikoi të arrestonin. Pas vitit 1967, At Mihal Minkës nga Polena e Korçës i kryheshin kontrollet të befasishme në shtëpi dhe ai u detyrua që ikonat dhe librat e mbajtur fshehur të japën ruajtje tek njerëzit e tij të besuar. Gjithashtu, ai kreu në fshehtësi disa pagëzime dhe kungime në vende të ndryshme. Thuhet gjithashtu se pas vitit 1967, atëherë kur klerikët u pezulluan dhe feja u ndalua, ish prifti i Skoresë Harallambi Ikonomi u pyet nga element komunist: "Si mendon ti Papa Harallambi? Ka Zot apo nuk ka Zot?" Ai u përgjigj: "Deri në vitin 1967 që unë isha prift, kishte, ndërsa tani nuk e di, ma thoni ju nëse ka." Papa Nikola Miçi nga Sopiku i Sarandës u diskreditua në publik nga bashkëfshatarët e tij të detyruar nga sigurimi, i cili kishte kuptuar se prifti 83 vjeçar kreu liturgjinë e ngjalljes në vitin 1980 në kishën e Shën Thanasit në fshat. Një nga klerikët më aktiv gjatë periudhës së praktikimit të krishtërimit në fshehtësi, 1967-1990, është edhe At Kozma Qirio, më vonë peshkopi titullar i peshkopatës Apollonist në Fier, Kozmai. Ajo që vlen të theksohet për të, është se në ndryshim nga klerikët e tjerë që gjatë kësaj periudhe kryen aktivitet fetar dhe shpirtëror brenda rrethit të tyre të ngushtë familjar dhe shoqëror, u bën ndërlidhësi kryesor i grupeve kriptokristiane në disa vende të Shqipërisë, si në Vlorë, Himar, Tiranë, Korçë e të tjerë, duke vënë veten në rrezik të madh.
Në vitin 1967 e detyruan të dalë nga shtëpia pa uniformën e tij kishtare. Një nga masat e marra nga regjimi i atëhershëm ishte mos lejimi i shitjes së ushqimeve në fshat nga familjarët e tij deri në momentin që Atko Zmaj përfundimisht do të hiqte rason dhe do të dilte në publik. Gjatë 10 muajve që qëndronte i mbyllur në shtëpi, i vinte keq për fëmijët, të cilëve deri atëherë u ishte privuar e drejta e studimit për shkollë të lartë për arsyeën se babai i tyre ishte prift, ndërsa tani do të duhej të përballeshin edhe me urinë. Situata u bë e padurueshme. Në përflet rufet që i ngjisnin mureve, i shkruanin që të hiqte rrobën e turpit, se dukej si korbi zi. Ai i qetë ju kthente përgjigje. Nuk është rroba e turpit, por rroba e nderit, rroba që më ka dhënë Perëndia. Do të vij prap koha që do të kthehet korbi i zi. Dikush ishte ankuar në polici se Atko Zmaj dikur i kishte dhënë ungjillin për ta lexuar dhe këtë ungjill ai e dorëzon te kryetari i degës së punëve të brendshme në Vlorë. Menjëherë e therrasin Atko Zman për ta pyetur për këtë problem. Ai shkon në zyrën e kryetarit pa e ditur pse e kishin thirrur. Ulet në karriken përballë tij dhe menjëherë u befasua kur mbi tavolin pa ungjillin që dikur kishte dhuruar. Kryetari e kuptoi dhe në këtë çast e merr në dorë dhe i drejtohet Atko Zmajit. A është juaj ky libër? Ai fliste i sigurt se Atko Zmaj do ta mohonte një gjë të tillë. Po, i përgjigjet Atko Zmaj. Ky libër është imi. Kryetari u habit me pohimin e Atko Zmajit dhe menjëherë i tha: "Atëherë çdo ky libër në duart e mia." Përsëri i qetë, Atko Zmaj përgjigjet: "Personi që ju a ka dhënë këtë libër duhet të ma jepte mua. Pasi kur bëra dorëzimet e kishës, ky libër më mbeti pa dorëzuar, pasi nuk e mbaja mend mirë personin të cilit ja kisha dhënë, dhe juve ju lutem të ma jepni që ta dorëzoj." Kryetari u habit me përgjigjen dhe guximin e këtij plaku, edhe i thot: "Ikni tani. Këtë libër do ta mbaj unë, por keni kujdes kur të dhuroni herë tjetër ndonjë libër." Besimtarë, sot ungjilli i shenjtë pas Mateut na flet për lindjen e shpëtimtarit ton, Zot Jesu Krisht. Siç dihet që më 25 të dhjetorit, ku lindi drita e vërtetë, sigurisht po ta marrin me mend që atje ku ndriçon dielli i vërtet, atje zhduket tërësira. Me lindjen e shpëtimtarit ton Jesu Krisht, pushoi politeizmi, pushoi pushteti satanait edhe i errësirës. Po, sigurisht, siç dihet, se drita me errësirë janë në kundërshtim, e vërteta me gënjeshtër po ashtu, edhe të gjitha me radhë. Viti 1990 do të gjente jo më shumë se 20 klerikë ortodoksë në moshë të madhe, të cilët me gëzim kryen shërbesat e para fetare në publik. Eksarku Patriarkal Anastasi, me ardhjen e tij në vendin ton, më pas kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, tregoi interes të veçantë për gjendjen e klerikëve
dhe sidomos të klerit të përndjekur dhe familjeve të tyre, të cilat ishin bashkëvuajtëse me ta dhe më të stigmatizuarat. Në seminarin theologjik Ngjallja e Krishtit në Durrës, fortlumturia e tij Anastasi ftoi të studionin fëmijët e këtyre klerikëve dhe njëkohësisht një pjesë të fëmijëve të klerit të përndjekur në komunizëm, ai veshi klerik, për të vazhduar me nder traditën shpirtërore të baballarëve të tyre dhe njëkohësisht shumë nga familjarët e tyre i mbajti afër me një kujdes atëror, duke i ndihmuar dhe mbështetur në çdo nevojë. Kjo është dëshmia shumë e formshme e klerit të përndjekur dhe të likujtuar nga regjimi komunist në Shqipëri. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre.